Ish banori i Big Brother VIP Albania 5 Robert Sterka i ka drejtuar një letër të hapur kryeministrit Edi Rama. Përmes këtij mesazhi, ai ka shprehur kritika të ashpra lidhur me qëndrimin e qeverisë ndaj investitorëve dhe mungesën e komunikimit me qytetarët, duke kërkuar një reflektim të menjëhershëm. Letra e plotë e Sterkajt. I dashur Edi Rama, ndërsa respektoj fuqinë tuaj për t'u dhënë statusin e investitorit strategjik, pothuajse të gjithë investitorëve të huaj, e kundërshtoj kategorikisht refuzimin tuaj për të ulur dhe për të dialoguar me popullin shqiptar. Ka momente në histori kur ndryshimi i vërtet nuk ndodh sepse një lider e dëshiron, por kur koha, rrethanat dhe vetë populli e kërkojnë atë. Besoj se Shqipëria ndodhet pikërisht në një nga ato momente. Sot qytetarët kërkojnë të dëgjohen, të respektohen dhe të përfshihen në vendimet që prekin të ardhmen e tyre. Dialogu nuk është dobësi, është shenjë force, leadershipi dhe përgjegjësie. Prandaj ju bëj thirrje të dëgjoni zërin e shqiptarëve dhe të ndërmerrni hapa të menjëhershëm drejt zgjidhjeve konstruktive që i shërbejnë interesit publik. Ndryshimi nuk duhet të vijë sepse ju e dëshironi, ndryshimi duhet të vijë sepse Shqipëria ka nevojë për të. Me shqetësimin më të thellë, Robert La Bomba. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.